10 shoferë minibusi sot të blokuan rrugën para komunës së Gostivarit duke shprehur revoltën e tyre për mos shlyerjen e borxheve nga ana e komunës. Mbi 30 transportues të angazhuar për transportin e nxënësve deklarojnë se nuk kanë marrë pagesat që nga muaji mars, ndërsa borxhi i komunës ndaj tyre arrin në 10.000 euro. Ja është i kërkojnë paret tona që pi 10 muajin e tretë i kemi pa paguar. Si mirë se e lemram që protestin, ato vikatën muajin e tretë e kanë lishau, vetëm muajin e tretë. Muj 4, muj 5, muj 6, pi 10 pa paguar. Ja në shtepin 10 muaj që kemi nes, ala është e pa paguar. 10 jam unë me 10 kombi vet. Plus të qire që janë. 30 kombi. Mbaj 30 mund të jenë. A ju nxënësit e keni bartë vazhdimisht? Hiç pa problem. Hiç pa problem. Por ditën jam 6 sati. Mundin ne imi ngrojnë, kemi fejt naft. Na kanë ndjes kombi kablat në qaf, i kemi marrë, kemi ndjes, kemi vazhduar, e kemi bë punën tonë që na takon. Sa pare janë që do t'i merrni? Në peqe, po të them shtej muajin e tretë e kanë lisha, mund të jenë afër 70.000 euro. Opshtina Gostivar në duxhi o tretë mes. Komuna e Gostivarit nuk na ka paguar që nga marsi. Sot na lajmëruan kanë lëshuar për një muaj para, por deri më sot asnjë denar nuk kemi parë. Ne do të vazhdojmë të bojkotojmë derisa të na lëshohen mjetet. Kërkojmë sqarim nga komuna, thonë se nuk kanë para. Nëse paret e tona nuk i marrim, mrenda para vitit të ri, të na pastrajnë ketëve, ne dhe dalim për ditë dhe ta bllokojmë mollën. E në komunën dhe ta bllokojmë nuk i lëmë në punëtorët. Dvim komunë. Argjimet mëdhoja kina, defekte. Ne nxënësit nuk i kena lënë. I kena bërë si i kena bërë, nxënësit i kanë erdhë në vakët. A këta tallen me ne në arenë, djevlishem sot, djevlishem nesër. Nuk dhe vazhdojmë, nxënësit dilojmë, plus këtive punëtorëve komunës dhe t'ju shkojmë në përshpoja. Silojmë në të fjenë rahat. Me gjithë kombit, e në darkë silojmë të anë. Në përshpoja dhe t'ju shkojmë. Në vli dhe t'ju hipim. Ta dinë. Nuk shkon shumë. Kërkuam sqarim edhe nga komuna e Gostivarit, por pa përgjigje. Ndërkohë, transportuesit e nxënësve të Gostivarit nga dita e nesërme do të futen në bojkot dhe nuk do t'i bartin nxënësit.